Ky qytet i bukur bregdetar në Siqili po ofron pushime për vetëm €1. Si mund të fitoni një vend? Sikuliana, një qytet bregdetar në Siqili, ka nisur një iniciativë unike për të tërhequr më shumë turistë gjatë sezonit të ulët, një fundjavë pushimi për vetëm €1. Kjo skemë e organizuar nga Bordi i Turizmit të qytetit mbulon akomodimin, ushqimin dhe ekskursionet, duke e bërë një ofertë të parezistueshme për udhëtarët e aventurës. Çfarë përfshihet në ofertën Aratisja €1? Pushuesit e përzgjedhur do të qëndrojnë në një nga objektet partnere të organizatorëve dhe do të përjetojnë një përvojë të plotë turistike në Sikuliana. Paketa përfshin akomodim falas për 2 net, ushqim i përfshirë, ekskursione me guid në atraksionet kryesore si Marina Sikuliana dhe rezerva natyrore Torre Salsa. Pije, mirë se ardhje në hotel dhe në marinë. E vetmja gjë që turistët duhet të paguajnë është taksa turistike €1, ndërsa transporti deri në qytet mbetet përgjegjësi e tyre. Si mund të aplikoni për këtë pushim unik? Për të fituar një vend në këtë përvojë të veçantë, duhet të aplikoni në çift dhe të dorëzoni një video origjinale ku shpjegoni pse dëshironi të vizitoni Sikuliana. Videot të vlerësohen bazuar në kreativitetin dhe origjinalitetin, entuziazmin për të zbuluar qytetin, arsyet e zgjedhjes së Sikulianas si destinacion. Aplikimi duhet të përmbajë emrat, moshat, marrëdhënien mes aplikantëve, qytetin e banimit dhe detajet e kontaktit, afatet dhe data e shpalljes së fituesve. Aplikimet duhet të dorëzohen deri në 15 mars, ndërsa fituesit do të shpallen më 20 mars. Janë 10 vende në dispozicion dhe pushimi i parë do të mbahet nga 4 deri më 6 prill. Si pjesë e marrëveshjes, fituesit do të duhet të krijojnë një ditar video gjatë qëndrimit të tyre, duke dokumentuar eksperiencën dhe duke ndarë me Bordin e Turizmit. Kjo është një mundësi e rrallë për të shijuar magjinë e Siqilisë për një çmim simbolik, një ekspres. A jeni gati për këtë aventurë?